Gjohët kundra çdo gjëje që ka vlera. Po kush ka vlerë? Besimin në Zot. Kush ka vlerë? Familje. Familje ka vlerë të madhe. Kush ka vlerë? Një burr i ndershëm. Kush ka vlerë? Një grua e ndershme. Një fëmijë i mirë që shkon në shkollë dhe që mëson mirë. Një shok i mirë, një punëtor i mirë që ka punuar më tjerë. Këto kanë vlerë. Këto quhen të pa vlerë. Edhe del atje. Keni pa në herë s'na thrasin ne atje. Se ku i gjenë ca horrat, ca mashtrus. Mas fundit njëri shkroi libër kundër gjithë muslimanëve. Shejtani i mallkuar më vëllezër, apo ushtria ati janë shumë aktive. Është më aktive se sa ne apo ushtarët tonë që jemi të ndershëm. Edhe kanë thonë me drejt i fjallë ato të hershmit, e keqe organizume, tha e mundët drejten, dë vërtetën që është e pa organizume. Po, vërtet. Sepse janë të organizu me shkolla, me shtet, me institucione, me parlament, ku do që të hapësh gojnë, gabimi ju. Shaheti, musliman, kalon vend dytë. Le ma kur gjenë në i shtek që del na i muslimanin e mu shpëjnë me armë, apo shet municione, shet armë, që normalisht këj ligj shejtan shosh, po ligj që e në lo. Apo kur del në i musliman që shet drogë. Le ma kur gjenë të dhe kjo që i mu shplot ato libra. Edhe të gjithë janë me i fjalë të organizu. Të gjithë me i fjalë të organizum, ke aja gjonë që nuk ka asë i vlerë. A ka bëva ki, ne për shemë, ju kom thonë dhe herë tjetër që i shofin e të nonat fëmijët, ka le djallë, ka le vajzë. Pse do të kontrolloj ligji këte? Pse do të vehesh në dyshim për këtë çështje? Pra, a ka bëva ki në herë që njeriu ti jeti martu, ti japi fjalë një burri apo një gruje, njëri tjetrit, pra bashkëshort dhe bashkëshorta dhe të tradhtoj. Çfarë të keqe ka me tradhu? Çfarë të keqe ka? Thonë do. Edhe ky i ndershmi dhe kjo gruaja e ndershme ngelin. Ate me folë si nxjerr i ri atje. Nuk i nxjerr i ri, se atje do të flasësh si të thonë ato. Do me thonë, ti do të përkrahesh vetëm të shtremtën, të keqen. A do të shkatrohen e vëllezër? Do të shkatrohen, po do kemi dhe ne dome. Do kemi dome. Pse normalisht se cili prej nesh dhe prej jush do të punojë di ke familje. Edhe jo çdo gjë që thonë ata me i bën atje. Jo çdo gjë. Ja, viti i ri të shi. Kretike, me të madh, me të vogël. Edhe fëmijët e im, tu e blejet pëmë në vitit ri. Që e doni këta i thash? Po e kanë blejet gjithë, thë. Se thashme që shumica janë që s'din gjanë për këtë punë. Vetëm se janë makinë, me bleke dy gjanat atyre, edhe krejt. Po që doni këta thash? Ju një më halë më keni për i thes mail, për bukë. Pa e morëm pak ma lirë, dhe diku 25 euro, se di. Kjo është edukata. Vje mojnë Amazonit, po me agjinu i dit, ja, se di. S'na ka thonë gjo kush për këtë punë. Pra, gjitha këto që nodhin mes muslimansh. Ne dim që domi që shumë i madhaj që kaloi, po vazhdo të bëhet edhe ma i rëndë. Dhe me thonë, midis publiku të im 2025-ën, thot që musliman janë mbetërina. Mbetërina. Pra, del merë në përkom në derin e familjeve të muslimane. Dhe kur themi familje muslimane, do thëmë familjet e paqes, familjet nërshme, për gjithmonë. Çdo gjë e garantuar.
si ka thënë herë ligji. Ligji si ka thënë herë. Ky është ai standardi më i parë që mund ta marrësh prej këtyre. Edhe ai del të shteti shkruan se sa të këqij janë musliman. Një libër apostofat. Tjetri dele poshtro familjet muslimane. Pra si ka mundësi, thot, që i merrni fëmijët në xhami. Pra, me të vërtet i kanë vënë disa ligje ata që jetojnë aty në Evropë, apo ku do qofshin perëndim, pa i themi të gjithë, ne ju duam në bashkësitë tonë, që normalisht ata s'na duan hiç ne, sepse ata duan i moral, rrugaç. Kur e morën vesh ato nga Italia atje që u hap kjo pederastie këtu në Shqipëri, 92-shin me vrap erdhën ato këtu. Me vrap erdhën.